أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. أفلندرم الله أما ضروار تبارك وتعالى شوشي بركات الارتم ضريستي الجثهرة جدهرة دشموي ابرانوي مبتنسوي سني متمانقت تلاودروي تلارتسوي تماضي زط شوشي مريتا حمد فلندرم دير سا اي تكناتشت مني حمد فلندرم اذا باسچ تكناتشت مني صلوات و سلام درگوی محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم و فامیل ستی شوقت تی و të gjitha tyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën ati burrë të madh derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, edhe me të jemi në surat El-Mujadala, respektivisht jemi në pjesën e fundit të kësaj sureje. Në ajetet e fundit 20, 21 dhe 22. Kuj madhi Allah të bareke wa ta'ala pasi që të ceku më lartë, përmendë më lartë, gjendjen shumë të trishtuar, të keqe, të munafikëve, të hipokritëve, të dëftërshve, shumëftërshve, ditën e kiametit, dhe sa ta do t'jenë të poshtruar, të nënçmuar, të përbuzur, atë ditë të madhe, kjo për faktin se ata shoqëruan armiqtë e Allahut, e lanë besimtarët, madje dhe i tradhtuan, dhe u shoqëruan me ju besimtarë, me kundërshtar pejgamberit dhe të Islamit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të muslimanëve.
për të cekur në vazhdim, i madhi Zot, se nuk ka mundësi, nuk bëhen bashkë. Besimi në Zotin hak, në ditën e gjykimit hak, nga një ranë, e në anën tjetër, me i dasht, armiqt, dëshmënd, e të madhet Allah, dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk bëhen bashkë nuk bëhen. Më pas, i lavdron Allahu shumë ata besimtarë që ruhen parime të dinit. Që e din mikun mik, armikun armik. I lavdron dhe tregon se si do të shpërbleje, po me çfarë ka përgatitur për ta ditën e gjykimit, i madhi Allah te bareke ve taala. Dhe se Zoti është të kënaqur me ta, dhe ata janë të kënaqur me Zotin, dhe se ata janë pale Allahut, Hizbullah, e partia Allahut, pale Allahut, idhtarët e Allahut, robët e Allahut, evlijat e miqtë e Allahut, vërtet do të jenë të shpëtuar ditën e gjykimit. Një fund i prekshëm, përfundim i surës, por shumë i ëmbël dhe shumë serioz për besimtarët në një ranë, nga se me parimet dinit nuk luhet, por edhe një myshdë për gëzim i madh se ata të cilët qëndrojnë në rrugën e Zotit mund të lodhen dhe kanë për të lodhur, se zbahet pa u lodhur, mund edhe të hjekin, por kanë me qenë të lumtur me emër të Zotit në këtë dynja. Para se me gjetë lumturinë e vërtet dhe të sigurt, ditën e kiametit, kur dalim para të madhe të Zotit. Dhe se Allahu ka premtuar pejgamberëve dhe besimtarëve se ka për të triumfuar, ka për të ngadhnyer. Ata janë të ngadhnyerit, të ndihmuarit nga i madhi Allah. Shkojmë të komente a jetëve, dhe që kemi folë mjaft për to, por atë sa na prakton koha dhe sa na lehtëson i madhi Allah, da i themi mas audhu billahi minash shaitanir rajim, inna alladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adhallin. Vërtet, ata të cilët kundërshtojnë apo armiqsojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, ata do të jenë nga më të poshtruarit. Kush do të qofshin ata? O Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, po dhe musliman që lexojnë Kur'anin, po edhe ata që i ndëgjojnë ajetet e Kur'anit e që nuk i besojnë. Le ta dinë se ata që luftojnë Allahun, e luftojnë pejgamberin e Allahut, e luftojnë dinin Islam, e luftojnë muslimanët, jo vetëm kundërshtojnë, po edhe armiqsojnë, i luftojnë, bëjnë çmos me pengue fjalën e Allahut për të përhapur, bëjnë çmos për të penguar muslimanët ta praktikojnë dinin e Zotit pa i bërë askujt sharr keq në këtë dynja. Të atill ka pasur në kohën kur kanë zbritur ajetet koranore sa të dush. Të atill ka pasur me vonë, me pas, me vazhdim, gjithmonë, dhe të atill ka mjaft sot. Dhe ka dhe në mesin tonë fatkeqësisht. Dhe do të ketë edhe pas nesh deri në kiamet. Për ndryshe, qysh më mush xhehenami? Njerëzit punojnë për xhehenam. E Allahu po i garanton dhe po i siguron se ata që e kundërshtojnë, e armiqsojnë, e luftojnë Allahun. Allahun nëse në lufton askush,
Por kur lufton të dashurit e Allahut, dinin e Allahut, librin e Allahut, evliat e Allahut, ai ka luftuar Allahun te bareke ve taala. Për ata që luftojnë Allahun dhe pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam, ata do të jenë nga të më të nënçmuarit. Pra në ditën e Kiametit, ata në këtë dunja mund dhe të kranohen, të lavdrohen, të mburren, se ne kemi bërë këtë, e këna pengu kaq xhamia, kaq muslimanë, kaq këna rrezu xhamia, ose rezultate tjera që ata i quajnë, që luftojnë dinin e Allahut, por Zoti nuk ngutet. Ka hamojnë ata, ka shkojnë. Të atilët, Allahu pëthët gjithsesi ka për të nënçmuar në ditën e Kiametit. Fil edhellin, primët të nënçmuarve, primët të përbuzurve. Pra ka me nënçmu Zotë shumë. Ata e ka nënçmu besimtarë këtë dënja. A mendojnë se i lenë Zotë qashtu? A mendojnë se Allah nuk i hakmirën? Le të presin e të shofin. Dhe jo vetëm në ahiret, i lartësuar është i madhe Zot, e që për ahiret nuk diskutohet, por edhe në këtë dunia, kur prijet i madhe Zot nuk i lënë rahat. Kur? Dhe shikoj njerëzit, shikoj biografinë e tyre. Tani, a i dënën Allahu këta nga ana fizike, dënim që shofin të gjithë, a i dënën nga ana psiqike, e shpirtërore, vujtjet mbrëmshme, që nuk është kush me kuptu të tjerët, por e dënë e vetë çfarë sikleti ka, qoftë edhe pak para vdekjes, apo ja qënë dë një sprovë të randë në vladën familje tjere, apo ja merë me të krejt e lënë mazi se hajvanin, kjo është në dorën e lartë madhërisë së tij, ka për ta nënçmuar. Apo ja bjen Zoti edhe familjarët e vet e nënçmojnë, Allah i nderoj si qenin, madje qenin e respektojnë më shumë. Madje qenin e respektojnë më shumë, Allah i nderoj. Pra ka për të nënçmuar Zoti. Por kjo nënçmim gjithsesi do t'ju vijë në ahiret. A kjo premtimi i Allahut تبارك وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الله e ka caktuar. Bukfalisht e ka shënuar. E ka shënuar i madh Zot, e ka shkruar. Ku e ka shkruar? Në Lauhul Mahfuz. Kataba Allahu, e ka shkruar Allahu. Që ka shuru? Le aglibenna ana wa rusuli. Unë dhe të dërguarit e mi pa tjetër, me dëmës, do të triumfojme. Inna Allaha qawiyyun aziz. Allahu është i fuqishëm edhe nga dhënjimtar, aziz. Kataba Allahu, e ka shënuar në Lauhul Mahfuz, pra ka bë ligj. E ka caktuar, edhe ka bë kader, edhe ka bë ligj në këtë dunja. Se ka për të ngadhnyer i madhi Zot dhe pejgamberët e tina. Se ka për të asillë Zoti fitoren, pejgamberëve edhe iftarëve të tyre, se fundi, edhe nëse hjekin, fundi, el aqibatu, gjithsesi ka me qenë në dobi dhe në interes të muslimanëve dhe pejgamberëve. Gjithsesi. Vaad, premtim i cili nuk thehet. Kë premtim thjesht është për ati, për të sinë Allah, për vetë vetën e vetë thëtë Allahu, inna Allah qawiyyun aziz.
Vërtet Allahu është qavi, është i fort, i fuqishëm, me i mujt, me i mposht, dëshmën të tina, kundërshtarët e tina. Aziz është nga ndjimtar, nga ndjen këndën. Këndën. Kur muslimanët Muqatili ka thonë, i tabenëve, kur muslimanët, Allahu muslimanëve, u ashlirej Mekën, Taifin, Khajberin, në pjesë tjera rreth Medinës, Hijazit, shumë vend është liruan, por këto qytete ishin më të rëndësishme të njohura. Musliman përpas asaj që gëzuan shumë, thanë, me desh të Zoti, e më është liru dhe perandoria persiane dhe e bizantine. Të pro musliman të përshpresojnë që Zoti mi shliru të dy perandorit më që rëthënin rabinat zaman, dhe më përhap fjallë Allahut. Për thëjnë sahabët. Abdullah bin Ubej bin Seluli, kreu i munafikën me din, po që lanët edhe për njën, edhe për thëtë, jo, jeni rrit, për i duket veta që jeni dikushe, se këni shëru Mekën e Taifin e Hajberin, apo me ndonë jo, që edhe persianët e bizantint janë si këta Kureshetet e Mekës e Thaqifit, Taifit e të tjera? Jo, ata janë shumë në numër, janë shumë të forca sa këta, s'ka kush që im poshtë ata. Pra po dënë me i thy moralisht muslimat. E Allahu po e zbret le aglibenne ana wa rusuli, kemi për të nga dhënjër, unë edhe të dashurit e mi, pejgambert e mi, inna Allahe qaviyun aziz, vërtet Allahu është i fort, i fuqishëm. Edhe nga dhënjimtar, pra ata në kofshin të fort, persianët e bizantint, Zoti më i fort se ta. Zoti është më i fort se ta, e kush janë ata për Allahun e madhëruar, dhe ashtu edhe ndodhi. Dhe Allahu ashlirej muslimanëve të dyja, edhe perandorin bizantine, edhe perandorin persiane, dhe ranë në duart e muslimane. Pra premtim i Zotit, se ka për të ngallënyer Allahu besimtarët, muslimanët, pejgamberët e dheftarët e tyre, gjithë herë dhe çdo herë. Allahu e ngallëniu Nuhin, e dheftarët e tij. Allahu e ngallëniu Hudin e dheftarët e tij, Salihun e dheftarët e tij, Shuaibin e dheftarët e tij, Lutin e dheftarët e tij, e që kanë kishte dy qika, dy vajza. Por çta që i kishte? Allahu e ngallëniu Musaun dhe dheftarët e tij. Dhe kështu, me radhë, deri në Mekë, e ngallëniu pejgamberin dhe dheftarët e tij. Dhe i mundi që fort, dëshmënt, kundërshtarët e pejgamberëve, prej Nuhit dhe të pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thuj ndryshe, s'ka logjik që i madhe Zot të urdhëron pejgamberët me u apërcjell mesazhin qiellor njerëzve, e njerëzit të luftojnë pejgamberët e Allahut, e Allahu mos të ndërhyj, mos të ndihmoj evliave të vetë. S'ka logjik. S'bahet kjo punë. Sepse ata për hatër të Zotit po e shkatërrojnë vetë vetën, apo po e qojnë vetë vetën nëse nevoja dhe në shkatërrojnë, sepse shumë për ty në vrarë. S'bahet kjo punë. Se përket lartë madhërisë të Zotit, milon Allahu në kuptim fjallorit tonë baltë, me qëtetin, veçanti pejgamber që vetë ka dërguar, vetë ka përzgjedhur, vetë ka zbritur shpalljet qiellore. Nuk i lënë në baltë i madhë Zot. Nuk i lënë edhe vliat e tij me pas pejgamberëve. Asnjëherë. Edhe nëse i spravan.
Po mirë, mund të thotë dikush, pse pra muslimanët, historia ka dëshmuar dhe dëshmon edhe sot, këtë ditë që jem, këtë kohë, se shumë herë, muslimanët po pësojnë disfata marramense, përballë jo muslimanëve. Dhe se jo muslimanët, po i mundin muslimanët në çdo betejë, apo kur po duan, si po duan. E ku është premtimi i Zotit? Premtimi i Zotit është hak, o musliman. Siç ka thënë Allah në surat Safat që kemi cekë edhe më herët. Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Ne kemi shënuar premtimi jonë më të shdvan se është dhënë të dërguarve tanë pejgamberëve të mëhershëm se ata kanë për të ngadhnyer. Dhe se ushtria jonë do t'jenë gjithmonë dhe me siguri fitimtar. Gjundena, ushtria Allahut. Ushtria Allahut. Premtimi i Zotit. Po pse pra mos të zbatohet gjithmonë? Pse të dështoj? Kjo është më rëndësi me kuptuar në ligjet e Zotit, dhe nëse na thot dikush me përshkrua apo na përshkruan gjendjen tonë këtë shekull dhe të kaluarin, me ditën mi dhanë gjavab thjesht edhe shkurt. Me thonë Zoti është ai që ka qenë, s'ka ndryshu. Premtimi tina nuk ndryshon. Premtimi i Allahut nuk ndryshon. Zoti premtimin e vet nuk e thën, o ju njerëz. Ani pse ai bën çka don dhe nuk pyet pse bën. Dhe është i fuqishëm me bën çdo gjë. Po, është i fuqishëm me i mujt jo muslimanët, për ata thosht qawi, i fort, i fuqishëm, i pamposhtur. Mund jo muslimanët vetë, me është ja qënë erën, ja qënë tërmetin, ushtëritë e Zotit janë të panëmbërta, të pafund, dhe i shkatëran. Dhe na muslimanët, apo muslimanët rrinë dhe veç në alhamdulillah, ose falenderojnë Zotin, ose i këqyri ka i dënën Allahu. Por jo, nuk e bën Zoti këto. Allahu do, ai ka fuqi, për ata po të është i fuqishëm, por ai do që muslimanët ta kenë nderin e marrjes pjesë në luftën xhihad, në ngritjen e fjalës la ilaha illallah, dhe të mbështetjen e Allahut. Vjen ndihma e Zotit, se Allah premtoi për din. Nuk tha Allahu na shëroj juve ju rëni. Ja. Vjen ndihma Allahut. Dhe i ndihmon Allahu dhe nga njërë muslimanët. Fitura u arrit, po këta fituan. Sepse marrën pjesë luftë. Sepse u ngritën larta Allahu. Drejtet larta. Marrën shumë sevap. Ku mi marrë të sevap? Qysh më ngritën ato shkallë për mësil gjihadi? E qysh me ditë kush e bërë mirë, kush nuk e bërë mirë? Kush e musliman e vërtetë e kush nuk ka? Dhe kështu me radhë. Pra, premtimi Allahut është që jo do të me ka pushkën në dorë, me dalë armikët për para. E mi pështetë Allahut. E tani pse po dështën fitoria, kthehemi atë që thamë pak më lartë, po dështën fitoria, jo se po dështën premtimi Zotit, por nesi musliman, respektive që ata musliman, që ajo ushtëria Allahut, kur dhe qoftë, në cilën dhe vend qoftë, kur dhe qoftë, nuk i pletëson kushtet e një ushtërije të plotë, të vërtet, të madhe të Zot. Fëndryshe i thënë shkel normat. Se fjala vije nuk lufton tamam për izet Zotit, por lufton për fanatizëm, për nacionalizëm. Ose lufton për mendje mallësi, për kërë lartësi. Ose lufton për pasuri me marrë vende tjera, të marrë pasuni une, të plaçkat luftës. Ose për pozit, për grada. Ose për interese tjera të dënjas. Pra i thyen i shkelen kushtet e një ushtrie, të cilës Allah i ka premtuar se fitoria fundit gjithsesi do t'jetë në krah të tyre. Shkojmë praktik.
luftën e Uhudit, e që është betejë e dytë e muslimanëve përballë me kafshëve. Pse humbën muslimanët? Besoj që shumica juaj apo të gjithë e dini shkakin e psimit të disfatës së muslimanëve në atë betejë. Thjesht me 3 fjalë, pejgamberi i Zotit ju tha musliman pasi që i ndau, i rreshtoi vetë me grupin e madh në tokë, në poshtë, se në tokën konkret, një grup tjetër e la mbi një kodrin, e që ishin shigjetarët me të njohur, edhe ju tha, jo në aruni shpinën, me neve poshtë nuk keni punë, jo veç kemi në akqyrë. Mërë të bëhet, që ka të bëhet me ne, më dje tha, edhe nëse ne vritemi krejt, dhe shpens në i hajnë trupat tonë, se shpensa shkën ku ka ku fuma, dhe ma dojmë ngi me hangër, jo mës levezni. E harruan premtimin e dhanë, dhe kur muslimanët kërën fitore, mushrikët paganë u tërheqen, këta thanë, e që me nejtë mu, lufta përfëndëj, mushrikët eken, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me nejtë të din kiamet, a i ka thonë me nejtë përfëndëj beteja, një me përfëndëj, s'kem që mërë nejtë, e shë muslimant, ka marrin plasë ka luftës atë që kanë lanë armiko, pas bresim edhe na të marrëm e një fukarallak i madhë, mos harrojmë fukarallak i madhë, e kërë fukarallak i madhë, insani për një pull, për diçka bën turr, për një kafshat bukë, për çka të qoftë. është natyre njeriut, është instikti insanit. A mu gabua dhe psuan ata dhe psuan e muslimat. E Allahu deshti mi dha ders muslimanëve dhe të tjerëve deri në kiamet, ani pse jeni me pejgamberin alayhi salatu wassalam, për mbajun e rregullave. Për ndryshe fitoria nuk është e siguruar. Nuk është e garantuar. Pra, kthehemi tek ajeti kuranor, ku i madhi Allah te bareke ve taala u premton muslimanëve se ai ka për të asjellur nga dhënimin fundin muslimanëve, pejgamberëve, idhtarëve të tyre, dhe se Allahu gjithmonë ka qenë, është dhe do të jetë me ta te bareke ve taala. Në ajetin e fundit, respektivisht në ajetin e 22, që është më i gjati, thot Allahu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Nuk gjen njerëz, la tajidu qaume, nuk gjen njerëz, popull, nuk gjen njerëz, të cilët besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit, të cilët besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit, e të i duan ata që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tina, edhe sikur të jenë ata prindrit e tyre, ose bijt e tyre, ose vëllezërit e tyre, ose farefisi e tyre. Kjo ajet, në që antikje pjesë ajetit, ka të bëj me diçka që një pjesë e ju e keni ndëgjuar, është pjesë e madhe e rëndësishme e akides, tauhidit quhet el-wala'u wal-bara. Nuk ka mundësi, jo Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, po edhe ju të tjerë që ndëgjoni dhe lexoni Kur'anin, nuk bëhet që dikush në popull, individ, shoqëri, njerëz, që besojnë Zotin hak, ditën e gjykimit hak, e din që ka thot Kur'ani, e din që ka thot Sunneti, e din se kush ku ka vetë ditën e gjykimit, besimtar të ndej, jo besimtar të këndej.
e dinë se me çka do të më dalë para, apo do të më dalë para Zotit në ditën e gjykimit. Nuk gjenë të atil, pra që janë të këti rangu, e që i miqësojnë, i duan me zemër. Ata njerëz të cilët e kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, janë armiq të Allahut dhe të pejgamberit të tij. Nuk bëhet. Nuk bëhet. Qysh bëhet? Që një njeri e dën dikën. Njeri, vëlla, e dën. Shoku. E dën shumë. Shumë e dën. Po të njëjtën kohë që e doj edhe armikën e përbetuar të tij. A shkan kjo puna? Ja, s'kan kjo. S'mundeshti me dasht një vëlla, një njeri, një individ, e mja dasht edhe dëshmonin e ti, hasmin e ti që abin shpirtin fet. Atër se dënë vëllant. Instinktivisht, pa e njoft armikun e dëshmonin e tina. Hish pa e njoft. Vesh kur ta kupton dhe të dëgjën se qaj miku, vëllau, që dënë ti, e ka një dikend, apo ka dikend të tjenë shumë ata, që ka dëshmën të vërtet. Të instinktivisht ki më rejtë ata. Me thonë, për të këqika kanë ata, u dhe billah. E jo rejnë. Ama ata ty sen s'kanë bëha. Personalisht. As nuk i njef. A i dëna jo rejnë. Jo dohet më jo rejtë. Sepse natyra jote të shten më jo rejtë për hirë të dashnis që ki ndaj këti mikut, e që është armiku ty në fakt. Dhe kundër ta, mikun e mikut tënë e dënë të heqmen joft. Ata që e dënë, qaj që e dënë ti e dënë edhe te atë heqmen joft. Pra këtu janë ligje të përputhëra psikologjike, të përputhëra me natyrshmëri njeriu, që njeriu e ka vështirë të tjetërsohet nga këtu. E ka vështirë, për ndryshe del munafikaj. E ka vështirë. Të tërgoj dikuj dashurit sinqert, e tjetë në kohë ta doj, pra për sinceritet, armikun e që ati që dënë me sinceritet. Zbahat kjo punë. Pra, ne të besojmë Zotin hak, e pejgamberin e tina hak, e librin e tina hak, e të besojmë ditën e gjykimit, dhe t'i duam ata që në luftojnë Allahun, ata që në afile në shojnë pejgamberin, ata që në luftojnë në djegin Koranin, ata që në vrasin muslimant, e në masakrojnë, bëhat kje puna? Bëhat kje puna? Pra nuk është sen fundja që e zgjidh ti, imani të nuk të lejon ty me bënë gjatë të tjilë. Dhe lërë më që është urdhër i Zotit. është urdhër i Allahut, të bareke vë ta'ala. Pra Allahu pa thot, nuk bën, nuk ka mundësi, ta gjesh dikënd, apo të ekzistoj dikush, që besën Zotin hak, ditën e gjykimit hak, e ta doj. Ata që është dëshman, apo ata që janë dëshman të Allahut dhe të pejgamberit i madje, nëse janë ata dëshman, prind të tu, la ilaha illallah. Evlat të tu, vllaznia tu, fisët, o shkuran, apo ko e lërë më të tjerët, ko është do të qofshin ata. Këtu njeriu do të mundalë dhe me mendu bukur gjatë, për këtë ajet e tilla kemi folni që nga fillimi i Koranit,
por do t'ja përsërit muslimanëve dhe me kuptu musliman të mirë. Dini është elementi, nëse mund të quajmë kështu, kryesor që i bashkan njerëzit, po edhe i ndan njerëzit. Është lidhja më e fortë. Ne besojmë kështu. Dhe neve na vërteton Kurani këtë. Na vërteton Kurani, andaj nuk duhet, nuk guxojmë të besojmë ndryshe. Dhe ja çfarë po thot ajeti. Qofshin edhe prindët tu, qofshin edhe bijtë tu, qofshin edhe vllaznia tu, qofshin edhe farefisët. Pa haqë në praktikë. Se mund thot dikush musliman fanatike e tjere tjere. Haqë në praktikë qyro. Apo dojnë mja nisë të pejgamberi jonë që i kanë zbritu ajete, apo shkojmë në fillim dënjas të Nuhi a.s. me popullën e vetë atje. Shkojmë të Nuhi. Nuhi, a ke pjesë i popullit vetë? Ehudi, Salihu, lutë jo, sa kam për popullit vetë, lutë. Po pejgamber të tjerë, pjesë i popullit vetë, për vllaznive tyne. O ila adin e khahum huda, thëtë Allahu, dhe të adi, fisi Ad, ja dërguan vëllaun e tyne, Hudin, të Themud, vëllaun e tyne, Salihun, vëllaun e tyne, vëlla për gjakut, vllazën, për tyne. Po mirë. E që kam ndodhë pastaj? Deri dje kënë bashkë. Pat punët e shumë normal. Momentin që Nuhi, Hudi, Salihi, Shajbi, të tjerë, filluan të kundërshtojnë popullin e tyre, ju njerëz, ju mi luftu, po mi kundërshtu, mi sjell fakte dhe argumente qiellore, se Zoti e fundja i përzgjedhi, e urdhëroi, se ju e keni gabim. Gabim e keni ju njerëz. Nuk bën të adhurot gure dhe druri. E halli është adhurën në një zot. Eni e budullah, malikum min ilahin gajro. Ju nuk keni zot tjetër. Nuk është guri zotë, druri zotë tjerë. Keni një zot. Adhurën një zot. O që të një but tagut, largëni besimeve të kota. O hini o rejtja mes vete. Dhe Allahu shtatësek në Kur'an tek çdo popull që Zoti përshkruan se si ka rrjedhë ngjarje me pejgamberin e tij, të fillu nga populli i Nuhit, që të gjithë i kërcënuan pejgambert e tyne. Pse i kërcënuan? Pse i luftuan? Pra, a u ndan shef? Shka ktheje? Edhe shumë për tyni kanë vra. Kanë vra, se Zekeriane, Jahjane, shumë të tjerë. Këtë vllaznia tyne, fisi tyne, dejte pejgamberi jon, sallallahu aleyhi wa sallam. Mushrikët me kas. Fisi Kurejshit. Qëka këshin pejgamberin? Nip, se me gjallarët e tina, gjallët migjes, daj, kushëri, farefes. Po dhe sahabët të tjerë, këtë ishin në zveti të një gjako. Me përjashtim, disa sahabët që ishin sklavë, se Khababi, sklavë, apo ndonjë që kishte ardhur jashtë Kurejshitëve, jashtë Mekës. Për ndryshe të tjerë të ishin Kurejshit me kas, pra ishin farefes. E çka farefisi tash? Çka i bënë pejgamberit? Ebu Lehebi, Abd ibn Adi, Abdul Muttalib, të cilën Allah e cek në Koran, tabbet yada Abi Lahab wa tab, i thafshin duart Ebu Lehebit. Migja e pejgamberit, vëlla me Abdullahun prej babe, jo prej nane, Ebu Lehebi. Migjë, sa e luftej pejgamberin ai. E që është bëhat nipi me luftu. Kërse o rret jetim, e javla babgjyshe, se baba i deq, hala pa djallin e vetë Abdullahu. Por Abdul Muttalib pastaj javla emanet nipin me maktyr. Por
më të veçantë jala, përgjësi më të veçantë e bo talibit. Njërë për me gjallarve. Pse liftuan pejgamberi ka shumë? A shë? Atë shumë i liftuan, shka këtheje. Sa që i detyruan, një hrile qitën, i ndëshkuan, i rahën, dhe, deri sa i detyruan me lëshu vendin e vetë, dhe me bo hijgjret. Le që bënen hijgjret, dhe erdhe në Medin, por a i lanë rahat në Medina? Anë nuk erdhe mi liftu dhe në Medina? Në luftën e Bedrit, kush kundër kuj luftaj? Kush kundër kujt? Qëta me zveti tash? Që këfare fes me zveti? Imagina Ebu Ubejde, radiallahu anhu, o dëtërun ballavacion me babën e vetë në Bedr. Baba po betur me my djallin. Ky po ik. Po ik një anë. Nuk po bën ballë me ballavacion me babën e vetë. Qysh baba e vërtet vladin e vetë. O në spej me ik atje. Dhe bëni men që e gjon djali për ballë dhe erdhe. Po erdhe të tjerë krejt. Ma djerdhe me krenarin më të madhe. Me liftu kanë farafisin e vetë. Bejte. Kjo është ria. Kjo është histori. Dhe kështu ka vazhduar. Luftën e Bosnës. 92-95 apo sa zgjat. Luftën e Bosnës. A nuk ishin një pjesë e madhe e atyre që luftuan farefis me zveti? A nuk pati një pedaj? Një pedaj. Njërin në një ushtri, tjetër në ushtrin tjetër. E të zaka me zveti. Farefis ose mitësi. As pati. Sot të dush në Bosnë. Njëtën gjuhë. Njëtën tradita. Dojë nëp. Por, kër erdhi puna, në fund, te je musliman. Marëm ki dajet kom nëpë. Marë je musliman te. E halli, me të prejnë. Dhe prejnë. Dhe bërën masakra. A shërë që është mësën historia për realitetet e vërteta, të cilat në vërtetën Korani këtu. Pra, o ju musliman, këthejmi ta jetë, o ju musliman. Se dhe në mirë me njerës, kjo nuk e kundërshtan. Do të këtë jemi shumë të sinqert dhe të përpikt në musliman. Ne o adom të mirën të gjithve. Ne i respektojmë të gjithë. Jem tolerant dhe i të gjithëve. Zatën, Islami për tolerancë ka qenë është dhe të tjetë, shambull deri në kiamet. Për përhapjen e vlerave, për dashamirësin që ka ndaj të tjerëve, dhe në kiamet. Të rështë se tjerë të kanë bajrakun dhe më nuhën me folë, e neve s'na shitet fort, se s'kem krah. Për ndryshe, atë e din se me tolerancën në islame, e me butësin në islame, e me rahmetin e mëshirën në islamët muslimanëve, nuk ka pas shoqëri në botë, as nuk do të ketë, as nuk ka deri në kiamet. Andaj senet e të ndara, pra ne nuk ngutemi as kanë me armitsuas me liftu, jo, por ne nuk mund të duham. Ja, nuk mund të duham. Dikëndit se ma leftan dinin islam, ma leftan zotin tam, të bareke o ta'ala, e pejgamberin tam, e Koranin tam, po dhe vllaznin e mi. Po dhe vllaznin e mi. Ja, Marja. Mund të duhesh dikën që ta leftan babën tënë? Baba me dikën hasëm, e ti pahane pëpin me te krahëm krah. Ta natën pin kafe me te, ose ja rreshpin atina, e ta rreshpinën ty. A me babën të në luftësh, a shkon kje puna, ka dikush në botë që mund të bëj këta. Këtu nga anë e babës të ngrej anë e gjakut, po këtu të ngrej anë e dinit, dhe kje dinit e me e fort të kënje muslimat. Pra muslimane arrinë, është e vetëmi muslimane dhe i vetëmi, i cilë arrimi bo bashkë këtë gjëra që duken kundërshtim nga një herë, por nuk janë kundërshtim. Respekti, toleranca, mëshira,
dashamirësia e tij ndaj të tjerëve, po në anën tjetër edhe rujtja fundamenteve tona. Rujtja fundamenteve tona. E ndërtosh ai që ma lufton Allahun, pejgamberin e tina, ma lufton Koranin, me lufton musliman, me mua mik nuk mundet me kanë. Me mua mik nuk mundet me kanë deri në kiamet. Këto janë fundamente të cilat Allahu në ka caktuar dhe në ka urdhëruar. Thot Allahu në vazhdim. Ulaike kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Tregon për ata besimtarë të cilët i rujtë fundamente. Që ajetet pas bresin për sahabët, por të njëjtën kohë për ta muslimanët e tjerë deri në kiamet. Se Allahu e ka shkruar, e ka skalitur besimin e zemrat e tyre edhe i ka fuqizuar ata me shpalljen e vet. Allahu u ka shkruar, u ka gdhendur imanin, u ka mbjellur imanin, u ka qelikosur besimin e shëndosh në zemrat e tyre. Sikur se për do shprehim me gdhend, për ata kanë përkthyer disa prej tyre kanë thonë me skalitur, me gdhend. Është mbjell imanin në zemrën e atyre besimtarëve. Dhe ai nuk din me mendu ndryshe, nuk din me dash ndryshe, nuk din me vepru ndryshe, nuk din me jetuar në këtë dynjë ndryshe, sipas Kuranit dhe Sunetit. Nuk din ndryshe. S'den. Sepse ashtu është i gdhendur, i krijuar, i udhëzuar për të madhit Allah. Wa ayyadahum bi ruhin minhu. Dhe Allahu atyre i ka fuqizu, i ka ndihmu me shpalljen e vet. Me shpalljen e vet, me ndihmën e vet, me dritën e vet, me fuqinë e vet. Ka ndihmu i madhi Allah dhe i ka forcu i madhi Allah tebareke wa taala. Yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha. Pra të atilët Allah i ka forcu dhe së të hitet dynjas nuk i lëkundin ata. Apo i lëkundin, por nuk i rëzojnë ata. Ata janë besimtarë të vërtet, të cilët jetojnë me fjalën e Allahut, vdesin me fjalën e Allahut. Të atilët Allahu ka për të futur në xhenete, në të cilat ecin lumenj. Dhe ata atë do të jenë për gjithmonë. Dhe ata në ato xhenete kanë për të shijuar gjëra që as kanë pa kur, as për të s'kanë dëgjuar kur, e as mendja madje dhe as nuk kanë imagjinuar kur, mendja s'u ka shku dhe as kur as njëherë nuk kanë ditë për diçka të tillë me imagjinu. Radiyallahu anhum wa radu an. Allahu ka qenë i kënaqur me ta, sa kanë qenë në këtë dynja. Ka qenë i kënaqur Allahu me imanin e tyne, me qëndrueshmërinë e tyne, me amelet e tyne, me veprat e tyne. O kënaq Allahu. Për ata ne kur themi mundohëm e fitu kënaqësinë e Zotit. Ka manakje punë, ka shumë manakje punë. Thonë o rob i Zotit. Mundohëm e fitu kënaqësinë e Zotit. Plesht kanë thonë razinë e Zotit. Apo razia e Zotit qoftë mbi ty, lutje madhe kjo është. Razia Allahut qoftë mbi ty, pra kënaqësia e Zotit qoftë mbi ty, se me ata që kënaqet Zoti me te, ta që ka fundi këto ma. Pra Allahu ka qenë i kënaqur me ta. Tebareke ve taala. Pse ka qenë i kënaqur? Të gjithë në rrobat e Allahut. Po, ma ata për luftojnë Allahun. Ndërsa këta për besojnë Allahun. Këta për nënshtrojnë fjalës së Allahut. Këta për nënshtrojnë fjalës pejgamberit. Këta për jetojnë sipas urdhrave të Zotit Tebareke ve taala. Këta jetojnë me Allahun dhe për Allahun xhelle shanu. Andaj Zoti është i kënaqur me ta. Por Waraduan edhe ata janë të kënaqur me Allah. Allah i kënaqur me ta në dynja. Këta të kënaqur me Allahun në ahiret. Të kënaqur me të mirat e Allahut që a jep Allahu në ahiret. Natyrisht ne të kënaqur edhe në këtë dynja me Allah nuk diskutohet, por kënaqësia e vërtet është kur ti shet mirat që ti ka dhënë, që ti ka premtuar Allah në këtë dynja,
e t'i bën realitet kur dilsh para lartë madhërisë së tij, siç e sekin këtë dynja, ku Allahu ta lehtëson llogarin ditën e gjykimit, ku Allahu ta lehtëson kalimin e urës siratit, ku Allahu nuk të mbron Allah për zjarmin e xhehenamit, e ti po i sheh miliona të tjerë ka tërhiqen në zhagazin në xhehenam. O Zoti i madh, pamje të mërshme është ajo. Ajo pamje të mërshme është. E ty Allahu po ta leton të dire e xhenetit, e po hapet xheneti, po hapen dyert dhe sheh të mira që ka përgatitur madhe Allah. E qysh nuk je i kënaqur me të madhen Allah te bareke u teala. Ulaike hizbullah. Ata janë pala e Allahut. Më lartë Allahu për munafikët tha ata janë hizbu shejtan. Janë pala udhëtar të shejtanit, bilenet se kum shprehen partia e shejtanit. Ndërsa këtu po ata janë partia e Allahut. Janë shoqëri, janë evlija, janë miq të Allahut, janë udhëtar të Allahut, janë palë e Allahut te bareke u teala. Ela inna hizballahi humul muflihun. Athuval, nuk është pala e Allahut ata që janë të shpëtuar, po Zoti jon, gjithsesi ata do të jenë të shpëtuarit, të lumt ata të lumt, e Allahu na bëf prej tyre, ja Rabbel Alamin. Allahu na ruajt imanin në zemrat tona, e na forcoft këtë iman e bindje e yaqin. Allahu na bëf të jetojmë si musliman, të vdesim si musliman, e të rinjallemi si musliman. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammad. Me kaq përfundoj komenti kësaj sureje, surës Al-Mujadila, dhe inshallah taala fillojna javën tjetër me tafsirin e surës Al-Hashr. Deri atëherë, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.